Ne jemi mbledhur sonde këtu për të thuar këtyre gallarëve që kemi atje që ata bëjnë miliarda korupcion dhe ne na japin 100.000 lekë pension. Bravo Gjyso! Prandaj, ne duhet t'ju shërngojmë dhëmbët atyre zullumqarëve që janë atje brenda. Ata të flasin për ne. Ne jemi mosha e tretë. Mosha e tretë është pjesa më e nëpërkëmbur e shoqërisë shqiptare. Ne duam rritje pensioni, nuk duam lëmosh. Lëmoshat që jep qeveria më e korruptuar në glob. Këta hajdut, një qeveri me 60% burgaxhi, akoma rrin dhe nuk ka turp. Ju e pat që bë në Bullgari, hiku Bullgaria, hiku qeveria bulgare sot. Prandaj ne duam rritje pensioni, jo lëmosh. Duam me pa një padime që unë jam nga shtresa e minatorëve të nëntokës, duam statusin e minatorit. Statusi minatorit është i vendi vend në Evropë që është pa status minatori, merr status deputeti që përveç rrogës ka privilegje me naftë, me telefon, me hotele, me dieta, sepse gallarët vinë këtu në Tiranë dhe kanë shtëpi në Fier, po këtu marrin dietë se vënë në hotel. Prandaj ne duam statusin e minatorit, duam statusin e naftarit, statusi i metalurgut, i saldatorëve, të gjithë kanë kënë në veprimin e rrezeve, profesionet e vështira, duhet të kenë të gjitha status, sepse për vete ata, për të ngritë rrogat e tyre, me njëherë me gjysmë llafi mblidhen të 120 dhe po të shikosh kur bëhet llaf për të vjedhur për vete i ngrin karton atje shil të 120. Për çudi nuk mungon asnjëri në parlament kur bëhet llaf për hajdutllike. Bravo Çoni! Bravo! Tashti dua t'ju them sepse për një qën nga rrugës qeveria shqiptare dhe këto bashkit harxojnë 180 euro në ditë. Për atë kooperativistin nuk i japin dot 100.000 lekë në muaj pension. Prandaj populli duhet të ndërgjegjësohet, të mblidhet dhe ta shporim këtë klasë 35 vjeçare që po na qeveris, se politika 35 vjeçare shqiptare janë nga të më të zimtët më të ndyrët. Të përshëndesin deputetin e Lëvizjes Bashk, Redi Muçin, sepse Redi Muçin e kemi dëgjuar që ai vetëmi deputet që flet për hallet e popullit. Ne vajtëm në Kamës për të mbledh firmat për abonet e këndës, për pensionistët, për studentët dhe për biletat e autobusit që Kamza i bëri 500 lekë. Ata autobusat e Kamzës jezisin teritorin e Tiranës. Nuk i njojnë abonet tona. Nuk i njojnë sepse e Tirana bën 100 premtime dhe nuk bën asnjë, prandaj ai duhet shparur andej nga qeveria.